Kaula, kampione e këtij viti. Po, edhe një herë tjetër e konfirmove pak a shumë. Si ndjen? Po di që do ka bëu pak a shumë e përditshme, po si e ndjen kur bëhesh kampione sërish? Është një ndjenjë shumë e mirë për shkak që kjo e tregon punën e vazhdueshme që e bëj edhe unë si lojtare, po të njëjtën kohë edhe për kushtimin që e ka pas babi ndër vite. Bile një ditë pasi që fitu me përmana një farë shpreje edhe kur postova bile kom shkrujt koha po ndryshon po na po mes me gjithë çata kampionat ka kallzon shumë për neve dhe për punën që e kemi bën na po të njëjtën kohë dhe për përkushtimin e babit sidomos si trener i cila u tregu jo vetëm on po edhe tek lojtarët e tjerë që u tu mirë, lojtarët e ri kjo po tregon që sporti jonë e ka një tardhme e unë s'm po pras me po atardhme që me shfaq na si lojtar të bowlingut edhe si sport se çka jemi në gjendje me bu jashtë garave që i mojmë në Kosovë.